mund të kemi llogaridhënie ku parlamenti është thjesht ratifikues i projekt ligjeve që shkojnë nga qeveria. Dhe asnjë projekt ligj tjetër, megjithëse nga e propozuar nga deputetët opozitarë apo nga shoqëria civile, nuk pranohet. Nuk kemi akte referendare, pra pengohet çdo lloj mënyre, çdo lloj forme referendumi lokal dhe kombëtar. Atëherë duke mos pasur këto elemente, instrumenta demokratik, si mund të rritet llogaridhënia, si mund të rritet transparenca, si mund të luftohet korrupsioni, drejt, gjitha këto që ju përmendni janë të verifikueshme dhe janë evidente, po do ta zbrisja pak në një nivel pak më të ulët çështjen e llogaridhënies, duke filluar nga vetë aktorët politikë, sepse faktikisht partitë politike ju mund situat nga pjesë e shoqërisë civile, por që organizatat që merren me studimet e tjera janë vetëm një fraksion i vogël. Pjesë e shoqërisë civile konsiderohen edhe partitë nga momenti që ato nuk janë në pushtet, sepse ato dëgjojnë, mbledhin interesat të qytetarëve dhe i përfaqësojnë ato dhe përdorin, si thua, në mënyrë reciproke, edhe media përdorin dhe ose marrin dhe japin me organizatat e shoqërisë civile etj. etj. Po të bëjmë një analizë pak më të nivelit më të ulët dhe të shikojmë vetë llogaridhënien e brendshme të partive politike, që si thua janë laboratori ose janë maketi i qeverisjes së ardhshme, aty kemi një sër problemesh të brendshme që kanë të bëjnë me mënyrën se si partitë politike rekrutojnë, pra meritokracia e brendshme në radhë të parë, llogaridhënia e brendshme, se sa institucionet, strukturat brenda partive janë llogaridhënëse ndaj qytetarëve, për shembull deputetët aty ku zgjidhen apo kryetarët e partive aty ku zgjidhen, dhe pastaj duke zbritur duke u ngjitur deri te kryetarët e partive në raport me. Dhe kjo matet edhe për duke parë periodicitetin e proceseve të brendshme, se sa të hapura janë ato, zgjedhjet në parti etj. Dhe përpara se të shkojmë ne tek nëse Shqipëria ka një tendencë autokratizimi apo vertikalizimit pushtetit në përgjithësi në nivelin shtetëror, mjafton të shohim më në një shkallë më herët se si kjo gjë ndodh brenda partive politike. Pra, partitë politike tashmë dhe prandaj edhe qytetarët thonë jemi të pakënaqur tashmë me këtë rend, është sepse aktorët që e ekzekutojnë dhe performojnë politikën janë partitë politike. Dhe po të bësh të njëjtën analizë siç ne po përpiqemi t'i bëjmë qeverisjes partive politike, që në krye të herës ato dalin jo të përshtatshme për të marrë përsipër role më të mëdha qeverisë. Dhe në këtë kuptim duhet ta zhvendosim kamerën dhe publiku, duhet të shohë tek këto procese dhe media, tek proceset e brendshme, si ka mundësi që nuk ndodhin të tilla procese në partitë politike. Për shembull, ne kemi vjet përpara zgjedhjeve patëm një sër tryezash nëpër qytete me drejtues partive politike etj. Me media, me shoqëri civile për të folur për llogaridhënien e partive politike me qëllim që zgjedhjet e 2025-s në debatin në nivel lokal të kishte edhe kërkesa nga qytetarët dhe ndaj vetë partive politike, financave etj. Dhe kjo lidhet pastaj edhe me dhe në shumë qytete edhe nuk i njihni kush janë kryetarët e partive politike atje. Kështu që kjo tregon që ka një problem me vetë strukturat e partive politike për sa i përket kulturës së mirëqeverisjes, kulturës së llogaridhënies, kulturës së transparencës për cilën flasim, dhe kjo mjafton të shikojmë pastaj edhe raportet e transparencës financiare të proceseve zgjedhore, të cilat faktikisht partitë politike për shembull nuk i bëjnë publike të ardhurat përpara zgjedhjeve, nuk bëjnë publike të ardhurat e tyre gjatë viteve siç duhet, bëjnë disa raporte auditi, por që ato nuk tregojnë gjë dhe ka një lloj ka një projekt ligj të ri tani që ka marrë konsensusin e të dy palëve, por që është anatemuar në fakt edhe nga mos gaboj OSBE-ja apo Komisioni i Venecias, të cilët kanë kërkuar rishikim të draftit dhe natyrisht nga aktorët e faktorët të shoqërisë civile.